Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E pa precedent, Bajram Begaj paradite është president, pasdite punon mjek. Partia Demokratike ka bërë sot një denoncim publik ndaj presidentit të Republikës së Shqipërisë, duke pretenduar se ai rezulton i punësuar në rrjetin e klinikave private Akibadem edhe gjatë ushtrimit të mandatit si kreu i shtetit. Sipas opozitës, një situatë e tillë përbën shkelje të ndalimit kushtetues që parashikon se presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik apo privat gjatë mandatit të tij. Në deklaratën për mediat, PD tha se presidenti paradite punon si kreu i shtetit dhe pasdite si mjek, duke cilësuar këtë si një rast të paprecedent në historinë e Republikës. Opozita theksoi se të ardhurat e deklaruara nga rrjeti i klinikave Akibadem përbëjnë konflikt interesi dhe cënim të pavarësisë së institucionit të presidentit. PD njoftoi gjithashtu se ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit, duke kërkuar që kuvendi të verifikojë ligjërisht situatën dhe të vlerësojë nëse janë plotësuar kushtet për shkelje të kushtetues. Derisa institucionet përkatëse të shprehen, ky mbetet një pretendim politik i opozitës që pritet të ngjallë debat në ditët në vijim.